Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Prokuroria Shqiptare sekuestrimin e çdo pasurie të ardhur nga krimi organizuar, trafiqet dhe çdo aktivitet tjetër i palishëm. Sipas ambasadorit amerikan Alexander Arvizu, të gjitha agjencitë ligjzbatuese duhet të bashkëpunojnë në mënyrë të ngushtë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të rritet sundimi i ligjit në vend. Konfiskimi i pasurive është shumë i rëndësishëm. Kriminalët nuk duhet të lejohen të përfitojnë nga krimet e tyre. Sekuestrimi i pasurive nga krimi parandalon financimin e veprimtarive të tyre të palishme. Në bazë të ligjit antimafia, prokuroria ka autoritetin në të gjitha çështjet e konfiskimit. Prokurorët nisin procesin fillestar, por ka aktorë të tjerë të cilët luajnë një rol të rëndësishëm për këtë proces. Ndërsa prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla ngriti shqetësimin se Shqipëria është një vend ku mund të kryen shumë lehtë transaksione të palishme dhe se jo rrallëherë pasuritë e palishme përdoren për të korruptuar organet ligjzbatuese. Të gjithë jemi të bindur se ky aktivitet i palishëm ka njohur sofistikime të ndjeshme. Shqipëria është një vend i hapur dhe mundësitë për të kryer transaksione të palishme në vlera të mëdha monetare janë më të shumta. Problematikë e mpret që pas në ditët e para në ushtrimin e funksionit të prokurorit përgjithshëm është fakti që pasuri të krijuar në mënyrë të palishme ka dyshim se përdoren për të korruptuar organet e zbatimit të ligjit që ndjekin hetimet e këtij lloji aktiviteti kriminal. Nga ana e tij, ministri i transportit Sokol Oldashi theksoi se nënshkrimi i këtij memorandumi ka një rëndësi të madhe në luftën ndaj veprimtarive kriminale dhe se institucioni që ai drejton do të ndihmojë në sekuestrimin e makinave të vjedhura. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit përfshihet në këtë memorandum për shkak të drejtorisë përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor ose për shkak më thjesht të themi të vesit që kanë usallarët e krimit për përdorur makina të mira dhe kryesisht të vjedhura. Është fakt që ende në këtë vend ka prona të krimit që begatojnë. Begatojnë për shkak të paaftësisë së sistemit gjyqësor. Deklaratat e zyrtarëve të lartë dhe të ambasadorit amerikan u bën gjatë ceremonisë së nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit për Agjencinë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Pjesë e këtij memorandumi janë Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Transporteve, Ministria e Financave si dhe Prokuroria e Përgjithshme.